Produksioni i tregon kartonin e kuq. Big Brother mbyll dyert për Jozin pas skandalit me Gjestin. Finalja e Big Brother VIP, e mbajtur mbrëm, u shënua jo vetëm nga emocionet dhe fitoria e Gjestit, por edhe nga një mungesë që ra me njëherë në sy. Jozi ndryshe nga 37 ish banorët e tjerë të këtij edicioni, Jozi nuk ishte i pranishëm në mbrëmje madhështore. Pas incidentit të bujshëm në gjysmëfinale, ku ai goditi me shuplak Gjestin pas eliminimit të tij, produksioni ka zgjedhur të distancohet tërësisht nga figura e tij. Jozi nuk u ftua në natën finale, dhe më shumë se kaq, u fshi nga çdo material viziv, klip apo përmbledhje që u transmetua gjatë spektaklit. Kjo ishte një deklaratë e qartë nga ana e organizatorëve. Nuk ka vend për dhunën në këtë format. Në sallë ishte pranishme ishe dashura e tij, Loredana, e cila në një moment u pyet nga Ledioni se çfarë do të mbante mend nga kjo eksperiencë. E zëndi si në befasi, ajo shmangu një përgjigje të drejtë për drejtë, ndoshta edhe për të evituar përmendjen e situatave të pakëndshme. Ndërkohë, triumfi i natës Gjestit, i cili jo vetëm fitoi zemrat e publikut, por edhe u përballua me maturi dhe dinjitet në momente të vështira. Si ai me Jozin, një sjellje që publiku duket se e shpërbleu fuqishëm. Finalja dha një mesazh të qartë. Big Brother VIP është më shumë se një spektakël, është reflektim i vlerave që shoqëria do të promovojë.